Alban Shahi, që është një aktor profesionist, ku me rolet e tij ka bërë për vete këdo. Ai është pjesë e teatrit në qytetin e Gjilanit, ku ka interpretuar në disa shfaqje të njohura. Nën Zoma ishte i ftuar për herë të parë e që tregoi rreth verës së vitit 2025. Vera kaloi mirë si verë, kemi pasur si pushim, nuk kemi qenë shumë të angazhuar verë, sidomos muajin korrik edhe gusht, po vërtet dashte edhe më shumë mush baterit, se kemi filluar me një vrull të madh, shfaqje të repriza, edhe me xhirime, edhe një shfaqje premier që i kemi, domethënë tash me 3-4 shfaqje në repertor, që janë ndryshme, plus prova, plus edhe me seriale me xhirime, domethënë që nganjëherë vim punë për 2 muaj sa për 1 vjet. Ai vjen nga një familje krejt artist e për emisionin Zon flet pak për këtë histori, e madje pohon faktin që kjo e ka shtuar përgjegjësinë e tij për të qenë më selektues e për të pas kritera. Kriteret edhe të ndjekin vetë, domethënë e krijon vetë kriterin edhe dihet, domethënë bas kolegëve, bas të kriteri për teatr, edhe në teatr ka një kriter, po, edhe në seriale kam disa kritere që të disa luaj, të disa dështa kisha pas me hezitu, jo që me nëntshmu apo diçka dhe ata e bëjnë punën e mire, kreti kam, po domethënë përcaktimi em është ndoshta më ndryshe se ndonjë kolegë apo kolegë. Në gjenerata e tretë jam në familje e aktorëve, domethënë babin e kam aktor është pension, djelaxhës babit edhe axha babit është një prej që ka hap teatrin këtu, teatrin e shqiptar në Shkup, domethënë ka qenë themeluesi i teatrit shqiptar në Shkup, ka ardhur këtu. Ja, hapë teatrin e Gjilanit, domethënë në mënyrë profesionale që ka bërë. Djalaxhës babit e kanë kryer shkollimin babi, unë domethënë jam gjenerata e tretë. Ky lloj kriteri edhe më përcjell pak, domethënë bazë emrit familjes. Pjesë në role të ndryshme në film, seriale, po ashtu në magjinë që ofron teatri. E dim që me i nda si me i vra, po Albani cilën e bën më me qejf. Teatri është, magji teatri është lojë për një me, teatri është gjithçka, është çka i përket një aktorit, është teatri për një aktor, domethënë. Vetëm ajo ndjesia, pasi të mbaron shfaqje kur përshëndetesh para publikut, ajo ta jep krejt atë energji që ke akumuluar dhe ke harxhu, ajo në fund ta shpërblen. Normal filmi është ma showbiz, është ma i popularizuar bosh, ma famë krijon me film, po edhe loja në film, të më thonë edhe e don teknikën e vetë lojës, që janë të dyja mbarë, nuk luaj shumë në teatr, merr malli për seriale, por do një film, kur luaj në seriale këthejmë, merr malli për teatr, do më thonë mire thati, me këtë thonjë një dasi me i bra. Po në aspektin e pagesës, cili prej krejt këtyre që i përmendëm, i jep pare më shumë. Në teatr, faktikisht jemi me një rrogë modeste, e mirë në krahasim me Kosovë, është prej rrogave ndoshta më të mira i ka teatri prej institucione publike, domethënë. Në që jemi këtu, po është një rrogë që me një koeficientin ndoshta më të lartë, po nuk është një rrogë që mundesh krejt një artistit mja plotsu gjanat e jetës, se përmes me pas mos me lakmu me kërku diçka tjetër, në për seriale apo diçka tjetër. Nuk e di, në seriale, ndoshta pagush, po në seriale ke një kontratë, domethënë të epizoda, atë sa shfaqen sa epizoda i ke, domethënë aq pagu te na kështu shkon. Në bazë epizoda, mundet me shku një serial me 20 epizoda, mundet me 30, mundet me 100 epizoda, dikur mbaron ajo. Domethënë, pagesat kanë qenë më të mira, domethënë në seriale, kanë qenë më të mira se kanë pas edhe tyrat edhe ka qenë produksion, faktikisht do që është produksion bot për edhe biznes, art edhe biznes. Tani është koha që të flasim pak për trendin që është jo vetëm në Kosovë, por gjithandej. Ai rrjeteve sociale dhe depërtimet më të lehtë të imazhet e bukura. A kanë betur në hi aktorët nga këto personazhe, thënë më shumë nga TikToku. Është diçka tjetër, nuk që që mundë me në konkurencë me neve për art, mundë me kriju një famat madhe, po një
artist nuk mundet me qenë më i madh se ti, edhe bagazhin na e dim se na shumë ma lehtë kemi se ata që hyjnë në treg kështu, na ma lehtë kemi edhe dim që qysh mundi me marrë deri te ajo. I kemi na me kamera, me shok, me ato me dash me bo, adin çkas mundi me bo kështu për medal vetëm për famë. Aktorët një artist i mirë, gjithmonë. Po janë shumë veti një artist mirë, është artist mirë, është disiplina, kultura, janë gjanat kryesore që do të me pas. Me qenë i gjithanshëm, me punu shumë, punëtor me qenë shumë. Artisti edhe me fjallë nuk përshkruhet, me tregu që një artist mundet, me fjallë, do me thonë, është vështirë, është një ndjenjë e artistit, që thuk, një gjest që e bon diçka, nuk e bon me qëllim, apo me diçka, po e bon prej anës artistike që kam brenda vetit. Ne për që do dallon pak bota artistike me profesionet tjera. Cilin rol do të refuzonte Shahidshi? Nuk e di se na jemi një komunitet i vogël, jemi kolegë me zveti, nuk kam qef me përmend se ndoshta edhe pse ato ka do seriali për shembull që nuk kisha marrë pjesë që bëhen tash, po për shembull ndoshta tani ata producent apo diçka nuk kam bindje, kam shumë bindje që kanë me hecë, se pa punu nuk mundesh me hecë. Edhe mësë nërë te kriteri që e kom një kriter unë, po mundë me kalu shumë tani, ma shumë se që kom kriterin te me rritë për shumë. Po. Po. Për momentin ka bubujt ma dhe shtëpia masa. Po. Atë lunë labinot laj që kolekt me lunë.